Këtu jemi në stendin e Xiaomi dhe nuk mund të largohej nga Mobile World Congress pa parë këtë prototipin e ri. Ky është një Xiaomi series 15, pra nga modelet e reja, por ka këtë kamerën që është një kamera modulare që mund të vendoset në pjesën e mbrapsme të telefonit. Kamera bën lidhjen me këto dy pinet këtu. Dhe transmetimi të dhënave bëhet, nuk e di sa mund ta dalloni, po të lejoni të kthej kamerën, dhe transmetimi të dhënave bëhet nëpërmjet rrezeve infra. Lejoni t'ju demonstroj pak se si funksionon kjo kamera. Vazhdojmë duke hapur aplikacionin e kamerës. Dhe këtu ne jemi në kamerën normale, që është kjo këtu lart. Dhe për të shkuar tek kamera modulare, do të shtypim te opsioni këtu. Dhe siç e shikoni, lidhja sapo u bë. Dhe tani më lejoni t'ju demonstroj pak aperturën e kamerës. Këtu jemi në aperturën 1.4. Këtu jemi në aperturën 11. Shikoni pak se sa dritë lejon kjo kamera të futet brenda. Telefoni me kamerë normale mund të filmojë deri në cilësi 4K me 30 frame për sekond. Do mundohem të bëj një video të shkurtër demonstrimi. Sorry, can you take video of me and tepër interesante. Përsa i përket specifikave, telefoni është praktikisht një Xiaomi në modelet e reja e series 15, por të veçantë ka këtë pjesën e kamerës modulare. Faleminderit.